Pas largimit pak ditë më parë të sulmuesit Florenc Farruku të ekipit matjan të futbollit tek ekipi Dinamos, duket se një tjetër largim është në proces. Tashmë nuk bëhet fjalë nga ana e futbollistëve, por nga stafi teknik. Burrelli në drejtimin e trajnerit Ditmar Bicaj rezultoi një nga surprizat më të bukura të sezonit të fundit në kategorinë e parë. Padyshim merit në këtë sukses të matjanëve ka edhe trajneri Ditmar Bicaj, i cili arriti të krijojë një ansambël për të pasur zili dhe në fund arriti që të befasoj duke filtruar në ngjitjen në superiore. Ky progres i trajnerit 36 vjeçar ka ngjallur interes nga klube të ndryshme si brenda dhe jashtë vendit. Megjithëse Burrelli duhet të gjejë trajner të ri për sezonin futbollistik 2025-2026. Ende nuk ka asgjë zyrtare, por Bicaj mësohet se ka kërkesë edhe nga ekipi kombëtar i Ruandës për të qenë pjesë e stafit teknik. Nëse realizohet ky kalim për trajnerin Bicaj, padyshim do të ishte një nga ato aventurat e rralla, pasi më parë nuk kemi dëgjuar të ketë pasur teknik shqiptar që kanë drejtuar në kontinentin afrikan. Ndërkohë në lojë është edhe ekipi i Tiranës, i cili mund t'i ofrojë Bicajt pozicionin e trajnerit të parë. Megjithatë, nga ana e teknikut Ditmar Bicaj nuk ka asnjë reagim në lidhje me këto dy lajme që qarkullojnë në ambientet sportive të vendit tonë.